Okej, Rosalba, çfarë roli kanë shtetet e tjera në këtë konflikt? Zoti Macron, për shembull, kishte deklaruar që po negociohet për t'i dhënë fund të konfliktit. Është një panoramë shumë komplekse. Vetëm gjithmonë ka përpjekje, por zgjidhje shumë pak. Rolin e shteteve tjera. Mesazhi i përgjithshëm është sigurisht që po kërkojnë zbutje të tensioneve, madje Europa bëri përpjekje për të marrë në dorë ferët e situatës duke thirrur një takim ku ishte i pranishëm edhe ministri i jashtëm i Iranit. Megjithatë, siç e tha edhe presidenti amerikan Donald Trump pak më vonë, Irani kërkon një zgjidhje dhe kërkon të takohet me ne dhe nuk do t'ja jap zgjidhjen Europa, ka thënë ai, për të treguar që zgjidhja do të vijë vetëm nga Shtetet e Bashkuara dhe nga presidenti amerikan Donald Trump. Kemi parë qëndrime të forta në fakt, europianët, veçanërisht edhe kancelari i ri Gjerman Friedrich Merz është pozicionuar fort në mbështetje të Izraelit dhe siç ka thënë të drejtës së Izraelit për të mbrojtur përballë kërcënimit ekzistencial që vjen nga Irani. Kemi parë ndërhyrjen e Rusisë, e cila gjithashtu ka një marrëdhënie të komplikuar si me Izraelin ashtu edhe me Iranin, por në këtë rast sigurisht që mbështet Iranin dhe ka kërkuar që lufta të ndalet, madje ka kërkuar edhe që të bëhet negociator, gjë që do të ishte absurde. Putini që vazhdon një prej luftrave më të forta në zemrët e Europës, tani del vullnetar për të ndërmjetësuar fundin e një tjetër lufte në lidhjen e mesme. Do të ishte shumë e çuditshme që Putin ta ndërmjetësonte këtë. Madje Donald Trump e mori edhe përbazë deklaratën e tij duke thënë që Putin mund të ishte një ndërmjetësues i mirë në fillimet e luftës, sepse duhet thënë që është vënë re një përshkallëzim dhe një ndryshim i retorikës së presidentit amerikan Donald Trump. Ndërkohë që në fillim u lexua një lloj gatishmërie për t'i lënë sërish ose për t'i hapur rrugën diplomacisë, pasi i kërkoi Iranit që të rikthejë në tryezën e bisedimeve, pasi kjo ishte ajo që do të ndodhte, ajo për cilën e kishte paralajmëruar prej kohësh gjatë gjithë kohës që negocianin. Pam gradualisht se si përshkallëzonte ose kishte deklaratat paqarta her pas here presidenti amerikan Donald Trump, pastaj duke thënë që unë e di se ku është Ali Khamenei dhe po të duam mund ta vrasim, por për momentin nuk duam ta vrasim. U tha që Shtetet e Bashkuara kishin parandaluar vrasjen e Khameneit pasi kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e kishte pasur në shënjesër dhe pothuaj që kishte kërkuar lejen e Shteteve të Bashkuara. Lideri iranian kishte emëruar pasardhësit e tij nëse do t'i ndodhte diçka. Po kishte raportime, po personat, sepse është një skenar i mundur dhe ky eliminimi i Khameneit, nëse tre nga besnikët e tij që mund të jenë drejtuesit e Iranit nëse atij do t'i ndodhi diçka. Po, është një skenar i mundshëm tani Andrea gjithçka, pasi po mendohet që nëse do të shkojë deri aty sa Shtetet e Bashkuara të ndërhyjnë në këtë luftë dhe të sulmojnë Iranin, sigurisht që Irani do të hakmerret dhe do të sulmojë bazat amerikane në rajon, ndoshta do të pengojë aty tregtinë dhe lëvizjen e anijeve dhe cisternave të naftës dhe sigurisht që do të ketë një ndërhyrje nga ana e Iranit në këtë aspekt. Dhe Shtetet e Bashkuara në këtë rast ndoshta do të orientoheshin drejt eliminimit të leadershipit politik të Iranit, Ali Khameneit në këtë rast. Rosalba, përmendet të gjithë presidentët që po përpiqen të negociojnë ultimatumet e ndryshme, por nuk përmendej që edhe presidenti ynë kishte bërë një ultimatum ndaj Iranit për të ndalur programin balistik. Ishte edhe ky raportim. Në 2000 presidenti jon takim me presidentin e Turqisë Erdogan kur ai këtu kërkoi zgjerim, e mbase ky ka qenë misioni që kërkoi të rritësh godina e presidencës. Unë besoj që një nga cilët do jetë presidenti Erdogan nuk do të jetë jashtë vëmendjes për të qenë vërtet një nga negociatorët e ai. Po, e ka marrë ai në dorë situatën. Se general mendoni se një godinë e madhe mund të ishte një tryezë më të madhe për negociatat. E solla se nuk i mjafton ajo godinë për të bërë këtë që ka deklaruar, besoj. Një godinë ku mund të ketë edhe programe balistike. Irani ka kërcënuar në 2022 Shqipërinë për goditje me raketë. Është përfolur, e keni artikullin, domethënë mund ta gjeni online. Përveç kësaj, Irani në 2018 janë arrestuar 3 agentë iranianë që do vendosin bomba në Tiranë, domethënë akte terrori. Kështu që ne me Iranin nuk është se jemi në ujëra të mira, domethënë, dhe praktikisht i kemi ndërprerë marrëdhënie diplomatike. Kështu që për Shqipërinë është një diçka e cila nëse ndryshon regjimi aty është e mirë për ne. Për sa i përket pjesës së negociatave,
E para lajmi i fundit për shembull tani, me që themi të rruga ushtarake, është duke u djegur një anije iraniane në ngushtisën e Hormuzit, që është goditur nga ana e Izraelit. Njëkohësisht u fol sot për një komplot të Gardës Revolucionare të Iranit, e cila kishte tentuar të kryente akte terrori ndaj shtetit izraelit në Çipro dhe ishte kapur në shërbimet sekrete të Çipros, që tregon një zjerim të konfliktit tani, po goditen asetet navale në një krah, në krahu tjetër po shkohet drejt akteve të terrorit në Evropë, Çipro është pjesë e Evropës. Kështu që mund të shikohet si një përshkallëzim. Për sa i përket pjesës së diplomacisë, Trumpi e ka bërë gabimin vet në kuptimin e mënyrës si ka dashur që ta bëj me Iranin paqen. Domethënë, ashtu siç u nis me Putinin që tha do e bëj unë paqen tek e tek, pa përfshirjen e Evropës, pa përfshirjen e Ukrainës, aty dhe që rezultati doli 0, ashtu siç është domethënë. E njëjta gjë është dhe në rastin konkret, u nis për ta bërë tek e tek pa përfshirë aktorët e tjerë. Është më lehtë për Iranin që përballet vetëm me Amerikën dhe është më e vështirë për Iranin nëse ka Shtetet e Bashkuara, Evropën, edhe Kinën që mund ta sjellësh në tavolinë, edhe Rusinë që mund ta sjellësh në tavolinë, se fundi fundit çdo vend bërthamor, ata që kanë armë bërthamore nuk do të dëshironin që të përhapeshin armë bërthamore. Problemi i Trumpit është që nuk di të bëj aleanca të tipit të tillë, sepse mbase do të marrë kreditet vet dhe kjo mungesë aleance e bën faktin që ti mos arrish marrëveshje. Kur është bërë marrëveshja në 2015, kanë qenë gjithë të bashkuar me Obamën atëherë. Dhe pjesa e asaj të 2015 ka qenë edhe Rusia me Kinën, pjesa e asaj marrëveshje në e cila Trumpi hoqi dorën në 2018. Dhe kjo tregon që ti nëse bën një presion me jo vetëm me aleatët e tu, po edhe tek aleatët e Iranit, siç është Rusia me Kinën, ti mund të arrish rezultat. Trumpi si duket nuk e ka ato vizion strategjik, mbas ashtu e ka mënyrën, a nuk e mendon fare, apo ka menduar që mund ta zgjidhë këtë situatë, dhe rezultati është që ato bisedimet dështuan dhe normalisht kaluam në një situatë në të cilën Trump duket sikur ka humbur kontrollin e situatës, sepse në qoftë se kemi pasur dikur një Biden i cili përkrahte zgjidhjen me 2 shtete dhe i bënte presion Izraelit, i mbajti dhe bombat një farë kohë, nëse e mbani mend, pra i ndërpreu municionet e rënda për Izraelin, për të gjetur një zgjidhje me 2 shtete, dhe aty ishte bashkë me Arabinë Saudite. Trumpi hoqi dorë në kjo, rifilloi furnizimin me Izraelin, filloi të nxirrte edhe ato palestinezët, Gaza City do e bëj unë, dhe palestinezët do i të bëj, u përfoli dhe për Shqipërinë, dhe kjo i dha, si thuash, një vrull Netanyahu, i hoqi ato frena që i mbante dikur Amerika Netanyahut. Dhe tani duket sikur Netanyahu ka marrë krah në kjo përkraje pa kufi e Trumpit, dhe është ai që po e drejton lojën, është ai që tani fillon goditjet, dhe Amerika tani duket si është ai lojë, në anglisht është termi tag along, domethënë un po të vina mbrapa ty, po je ti që po e drejton lojën realisht. Problemi i Trumpit pasaj është dhe problem goxha më i madh, sepse të godasësh Iranin në kupton që të futesh në një konflikt jashtëzakonisht gjatë. Okej.